Pas pamjeve të bukura që ofron Struga, fshihet një realitet më pak i këndshëm. Niveli i ujit në liqen dhe në lumin Drin po bie, nga ku kjo mund të shkaktojë edhe mungesë të ujit tek shtëpitë e banorëve. Njëkohësisht, kjo mund të jetë një problem jetësor edhe për personat të cilët e ushtrojnë profesionin e tyre dhe varet nga liqeni, ku ndjeshëm në këtë fushë mund të preken peshkatarët. Pamjet që dikur karakterizoheshin nga rrjedhja e fuqishme e ujit dhe brigjet plot jetë, sot tregojnë një realitet ndryshe. Shtratin e lumit gjithnjë e më të zbrazur dhe një nivel uji që bie çdo ditë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për pasojat që kjo mund të ketë, jo vetëm për mjedisin, por edhe për jetesën e tyre të përditshme. Po natyra e bën të vetën. Ajo vjen nga natyra, s'ka ujë e bukurinë e vet. Sa mendoni që është i varur qyteti nga liqeni? Po shumë është i varur. Mos jetë liqeni, Struga nuk mund të ekzistojë, sepse ai e jep pamjen, bukurinë natyra. Peshkatarët me rënien e nivelit të ujit, peshkatarët i prek. Një tjetër qytetar shpreh se rënja e nivelit të ujit nuk vjen rastësisht, por si pasojë e ndërtimeve dhe ndërhyrjeve pranë liqenit. Sipas tij, duhet më shumë kujdes dhe reagim nga institucionet, sepse kryesisht turizmi varet nga liqeni. Veçanërisht ai theksoi edhe peshkimin e paligjshëm, ku vlerëson se po ndikon dhe dëmton ndjeshëm liqenin dhe ekosistemin e tij. Po, nga ndërtimet e ega që bëhen rreth liqenit, nga prerja e tallave, po e humb formën e dikushme që e ka patur. Sa i varur mendoni që është qyteti nga liqeni? Turizmi është 100% i varur nga qyteti. A ka ndikuar ndotja e liqenit edhe te uji i pishëm në shtëpitë e juve? Jo, sepse neve nuk e marrim ujin nga liqeni. Kjo mos të kesh po, edhe për peshkatarët, por fakt vlen të cekim dhe peshkatarët ilegalisht e kanë dëmtuar shumë liqenin e Strugës, ka ku se kanë kapur peshë pa mas, kanë kapur, si ta thonë në farë në të zezë, kanë kapur shembull, është dashur të kapet këtë vit 5 ton, ato mund të kenë kapur 15 ton. Për këtë situatë duhet shteti të jetë pak më e rreptë ndaj atyre që e keq përdorin gjuetinë e peshqive apo ato ndërtime që bëhen rreth liqenit apo brenda liqenit. Duhet shteti të jetë pak më i rreptë se shkaku sa vin vit pas viti do të humbim edhe ato turistë pak që i kemi. Ndërkaq edhe turistëve gjëja e parë që ju bie në sy në qytetin e Strugës është rënja e nivelit të ujit në liqej dhe në lumin Drin, pavarësisht se qyteti në sy të tyre mbetet prap i bukur. Që liqeni po e humb pamjen e tij dikush më të bukur, meqense edhe Struga njihet për liqeni. Nuk e din se ne nuk jemi nga kjo zonë, jemi nga Tirana. Po na duket pak deri diku sepse dhe liqeni po e humb atë. Në pamje të parë çfarë ju ra në sy? A ju ra niveli i ujit? Po, niveli i ujit që ka rënë shumë edhe këto mbeturinat që nuk kanë qenë. Realisht nuk e di pse është ndotur kaq shumë. Çfarë pritshmëri të patët ju nga Struga? E bukur është për të qenë, se s'mund ta prishi vetëm diçka gjithë qytetin. Besoj. Por diçka më shumë. Patjetër. Pastërtia dhe pastrimi i Drinit dhe tashmë kjo rënje e nivelit të ujit është bërë aq e dukshme saqë edhe fëmijët mund ta hasin këtë. Drini i Strugës mbetet pamja më e mirë e tyre, por me nivelet që kishte dikur. Çka të pëlqen më shumë ti këtu në Strugë? Më shumë më pëlqen Drini i Strugës. Drini i Strugës. Po atë pëlqen tashme më pak ujë apo atëherë që ka pas më tepër? Atëherë që ka pas më tepër. Për këtë problematik, qytetarët presin që institucionet përkatëse të ndërmarrin masa urgjente për të mbrojtur liqenin dhe ekosistemin, si dhe për të ruajtur bukurinë natyrore që e bën Strugën të veçantë, përderisa nuk ka shkuar situata edhe më keq që mund të sjellë probleme edhe më problematike.